Top Albania Radio at the movies. Përshëndetje gjithëve, po dëgjoni at the movies. Unë jam Edea, përballë meja është Edi dhe për plot një orë do të jemi së bashku, do të flasim për filma, do flasim për kolona zanore, do flasim për lajme që kanë të bëjnë me kinematografin. Më flet një zë në kufjen time dhe thot po në krah kush është, se më thot mua pse nuk më honepsti mua, pse nuk më fandaks, pse nuk më përmend. Ndërkohë që ai është elementi X i këtij programi, është elementi 5. Ne rrallë herë përmendim ndoshta sepse duam ta mbajmë private dhe duam ta kemi vetëm për veten ton, aq të veçantë kemi në zemrat tona DJ XXL, sa nuk duam ta ndajmë me ju pa çka se me ju ndajmë thuajse gjithçka. Është një fan si filmave klasik, por ne sot do të flasim për filma të rinj që jepen në Cineplex në programin e kësaj jave, që janë të shumtë dhe disa të tjerë shumë të rëndësishëm, të cilët i presim. Folëm në fakt edhe javën e kaluar bashkë me Klemin nga Cineplex për shumë premiera të bukura që do të vinë një pas një gjatë muajit korrik edhe gusht. Në pjesën e dytë të programit, unë dhe Edea kemi përzgjedhjet tona që tashmë janë bërë të një pas njëshme dhe të përhershme, duhet thënë. Disa prej tyre janë filma që janë bërë viral, të tjerë janë filma që ndoshta kemi kohë që i kemi parë ose kanë kohë që kanë dalë, po tashmë kemi nisur t'i shohim dhe duam t'i ndajmë patjetër me ju. E di janë bërë aq shumë sa që doja të flisja për një serial sot që kam zgjedhur në pjesën e dytë të programit dhe pak më parë shkova gjeta Edea nëpër studio i thash, kemi folur që për këtë. Po kemi përmendur dhe jo, me sa dy unë jo, jemi okay. Okej, ika. Mirë. Kështu që janë bërë shumë me të vërtet. Do të ndërpres për diçka. Shpesh herë pyes ChatGPT-n për sugjerime për filmat. Edhe gjithmonë ChatGPT arrin të gjejë zgjedhje shumë më të mira dhe të denja se ne njerëzit. Po për sa i përket filmave, po si mëre nuk ja doli të më krijoj lista aq të bukura të përpiluara dhe të përzgjedhura si ato që kemi krijuar ne të dy. Është kështu, ndoshta është vetëvlerësim për veten i tepër të kya realiteta. Do të thoja që nuk ja del aq mirë. Ne i rrim kategorive shumë mirë. Kështu që inteligjenca artificiale. Na besoni, e di që ndoshta na dëgjoni për herë të parë, po e kena i farë inteligjencë për sa i përket filmave. Duhet të përmirësohet ende inteligjenca artificiale derisa të arrijë tek këto sugjerime kaq strikte dhe e kemi vendin e punës. Po, për një ca muaj. Si gjithmonë, Cineplex ofron një larmishmëri filmash për çdo grup mosh dhe grupim njerëzish. Ndaj, nëse keni vendosur se me kë do shkoni, mjafton ta vendosni se me kë do e kaloni fundjavën dhe ne do t'ju themi se çfarë filmi mund të shikoni. Nëse jeni fansa të horrorit, atëherë Ballerina, Final Destination Bloodline dhe Clown in a Cornfield janë zgjedhja e dur për ju. Nëse këtë fundjavë doni t'ja dedikoni të vejgjelve tuaj ose nipërve mbesave, Lilo dhe How to Train Your Dragon dhe Elio janë zgjedhjet e dura për ata që preferojnë kineman shqip. Luli dhe Goni Lemes vazhdon të shfaqet në Cineplex. Dhe unë jam sonte në mbrëmje në fakt për How to Train Your Dragon. Do të shkoj ta shoh sepse kam parë versionin e animuar dhe më ka pëlqyer shumë. Tani është live action, po ashtu si shndrimi që ju bë Lilo dhe Stitch, i cili është gjithashtu shumë i suksesshëm. Kështu që kam përshtypjen që ndonjëherë këta filmat e animuar janë disi çlodhës në këtë periudhë vape të tmerrshme dhe ndoshta pak stresuese sepse kjo vapa i mbivendos të gjitha gjërat dhe mendoj që këto 3 zgjedhjet e filmave të animuar duhet jenë primare për këtë fundjavë. Janë për ty, se para një jave pe Lilo dhe Stitch në Cineplex. Tani do shohësh How to Train Your Dragon. Po mendohesha me vetë, thash Ballerina, okay, interesant, i bukur. Nuk kam nerva, dua të shoh How to Train Your Dragon. Po mundohesh të shërosh fëmijën tënd të brendshëm duke e çuar në kinema? Të gjitha ata filma që nuk munda ti shoh dot më herët. Nuk e di, kam përshtypjen që është thjesht një periudhë e ngarkuar dhe un kam thjesht qejf që të ulem të shikoj dhe të mos mendohem se ky ç'a do bëj për ato, po thjesht shikoj. Mirë, le ta promovojmë këtë. Mendoj se për të gjithë ju që po na dëgjoni, fëmia brenda secilit prej nesh, deri diku ka ato shenja dhe ato traumat e fëmirisë, të cilat nuk ka mënyrë më të mirë për t'i lehtësuar, për t'i sheshuar dhe për t'i shëruar sesa duke parë një film të animuar. Gjë që Cineplex ja ofron. Po, zgjidh Cineplex këtë punë. Këta janë të gjithë filmat që ju i gjeni momentalisht në Cineplex. Ndërkohë, Formula 1, Formula 1, quajeni si të doni, do të vi më 26 të këtij muaji, ndërkohë pritet edhe Jurassic World Rebirth, Superman, është The Naked Gun, kishte dalë një trailer i ri, shumë
shumë interesant i këtij filmi që vjen në fakt me Liam Neeson, me Danny Houston, Kevin Durant, Pamela Anderson janë disa ikona që rikthehen në këtë film që është komedi dhe pak aksion, shumë i bukur. Kështu që vera do të jetë plot në Cineplex. Mirë, kaq ishte për programin, ju vizitoni aplikacionin dhe mund të gjeni aty gjithçka dhe të gjithë informacionin e dur. Pas pak do të jemi me zgjedhje të mia dhe të Eteas. Jemi rikthyer në The Movies me mua, Edean dhe Edin, edhe dua të ndalemi shkurtimisht te disa lajme që po bëjnë zhurmë kohëve të fundit. Materialists vazhdon të shfaqet kudo. TikToku im është mbushur me reagime, më shumë me reagime negative se sa me copza të filmit. Zakonisht kur shohim që një film është bërë viral, na dalin ca copa të vogla ku njerëzit thonë, "Oh, ky ishte momenti më i bukur." Por kësaj radhe mua më dalin vetëm reagimet e njerëzve dhe nuk po flas për reagime negative kundrejt aktrimit ose regjisë, siç është në shumicën e rasteve, por kundrejt skenarit edhe përfundimit të filmit. Është një mbyllje që duket sikur ka shokuar, madje nevrikosur publikun anë mban. Unë ndjek në rrjetet e mia sociale Pedro Pascal dhe ai e ka publikuar pafund këto ditë, domethënë Materialists, foto, gjëra, por nuk kam arritur të kuptoj ende, duke qenë se kam ende pa parë gjëra, s'kam përfunduar The Last of Us, edhe se kam parë ende po. Okej, më lër të iluminoj. Ende se kam parë as vet, po jam interesuar pak më shumë mbi përmbajtjen e filmit. Është Dakota Johnson, Chris Evans dhe Pedro Pascal që janë tre protagonistët e Materialists. Dakota luan një, nuk e di kush është fjala e dur për dikë që është matchmaker, pra është një, si do t'i thonim në shqiptar, një shkuste. Një shkojësiese, si do ishte fjala e dur. Ka një term për këtë, po. Ka një term për këtë njeriu që gjen kush është, pra që të bashkon me dikë që krijon një çift. Do ta them sapo të më vi. Do ta gjejmë thua ti, nuk e dija që ekziston një. Është një gjë që lidhet me Shën Valentinin, pra ka një lloj. Një shkose është një shkuese. Unë e kuptoj. Po ka një djalë. Apo thua është veriore shumë nga ana jon kjo, më vjen keq për dëgjuesit tanë ju goj. Kupid është një kupid. Një kupid, po, ajo punon si një kupid për elitën e New Yorkut dhe në një dasëm kliente e takon një Pedro Pascal të pasur, të pashëm, që ajo thotë i ka të gjitha, pra ka gjatësinë, ka pasurinë, e gjithçka tjetër, por në të njëjtën kohë futet në portret Chris Evans, që është ish i dashuri i saj, që për momentin është kamarier dhe po kalon disa sfida financiare, dhe i gjithë filmi është si një ekran i ndarë në dysh, si një split screen për shikuesin që i përgjigjet asaj pyetjes së madhe që a duhet martohemi për dashuri apo duhet martohemi për para, dhe një portretizim i të dy këtyre jetëve. Okej, ka parë në fakt shumë foto të Pedro Pascal dhe Dakota Johnson dhe fansat kishin filluar tani që t'i shihnin, po themi me shumë dashuri, dhe pse jo mund të ishin dhe një çift në jetën reale. Sepse ajo dhe sapo është ndarë dhe ndoshta po e sugjestionojnë me Pedron. I 40 e ca vjeçar, megjithatë ka pasur shumë aludime për të në fakt. Për marrëdhënien e tyre. Po. Ajo kimia që me sa pash nga traileri është e pamohueshme, po dua të them pse janë të nevrikosur njerëzit, që ta përmbyllim këtë. Njerëzit janë të nevrikosur, edhe po ja u bëj spoil filmin, po ja u prish, sepse në fund ajo zgjedh ish të dashurin e saj me sfida financiare. Mua ma kanë prishur reagimet e njerëzve nga TikToku, kështu që po e shkatroj edhe për ju të tjerë. Pra ajo zgjodhi dashurinë. Zgjodhi dashurinë dhe janë të gjithë të nevrikosur dhe të frustruar për këtë gjë. Mendoj që është një film që në Shqipëri duhet parë shumë. Po, e di pse, sepse mendoj që edhe gjërat, pra me Pedron, po themi personazhin në fjalë të pasurin, kam përshtypjen që në film duhet të kenë shkuar aq mirë, saqë edhe pse ai kishte para, dashuria mbase ekzistonte dhe gjithçka mund të ishte perfekte, se jo që të kesh para nuk do të thotë që nuk duhet të funksionojë. Por ai e trajtonte mirë, ai ofronte gjithçka dhe ajo sërish zgjodhi ishte dashurin e saj. Kam përshtypjen që gjërat do kenë qenë në një kuadër shumë të barabartë dhe kjo i ka nevrikosur. Po është ajo variabla që themi ne, a të bëri zemra trak? Mendoj që është ajo variabla që njerëzit nuk e shohin dot, po duhet jesh brenda për ta parë. Mirë, interesante dhe me të vërtet ja vlen ky film aq më tepër me këtë treshe super aktorësh. Ndërkohë, Edea, unë do të flas shkurtimisht për një serial i cili gjithashtu ka qenë shumë viral në rrjetet sociale, por jo vetëm, ose ndonjëherë të qenit viral na bën të besojmë që është thjesht një serial komercial i cili është parë nga të gjithë. Quhet The Eternaut. Është një serial Argentinas, po sigurisht ka debutuar në Netflix edhe shumë
shumë i suksesshëm. Është nga këto historitë që ne të dy kemi qejf. Pasi një stuhi dëbore godet Buenos Airesin, është interesant se ka lokacione të reja dhe gjëra që ne nuk kemi mësuar t'i shikojmë shumë. John Salvo është personazhi kryesor bashkë me një grup të mbijetuarish, luftojnë për një armik i cili në fakt është ende i padukshëm. Pra, kjo stuhje e borës ka vrarë pothuajse 90% të popullsisë. Të gjithë mendojnë fillimisht se ishte diçka biologjike, mund të ishte një armë biologjike, mund të ishte një virus etj, por në fakt është më shumë se kaq, është një pushtim alien, po i cili ka ardhur fillimisht në këtë formën e dëborës. Të mbijetuarit fillojnë edhe eliminohen një e nga një. Megjithatë, fansat edhe këtu ka pak acarim, nëse mund ta quaj kështu, sepse pothuajse deri në fund ose të paktën te sezoni i parë ende nuk zbulohet kush është armiku, nuk është i prekshëm armiku. Pra, ata luftojnë, përpiqen të mbijetojnë, vriten njerëzit, por se din se me çfarë. Her pas here thuhej që nga kritikët që seriali ka një tendencë që t'i marrë gjërat pak më ngadalë, megjithatë është vlerësuar jashtëzakonisht me 7.4 nga IMDb. Casti është kryesisht me vendas, pra me aktorë argjentinas, po të cilët janë shumë të njohur dhe kanë bërë karrierë edhe në Hollywood, kështu që më pëlqeu edhe nga vetë imazhi, doja të them, mua më pëlqejnë shumë filmat që zhvillohen në snow, pra në dëbor. Snowpiercer është një nga filmat më të mirë në gjitha kohrat dhe serial. Dëbora është e bukur, pra, dhe aty zhvilloi në një bardhësi totale e gjitha, pra ka një gjë shumë interesante të paqë, saqë ti e ke të vështirë ta mendosh si të frikshme. Dhe edhe nga ana e imazhit ishte shumë interesant, mua më pëlqejnë shumë këto lloj serialesh dhe ka 6 seri. Sezoni i parë është konfirmuar edhe i dyti që do të thotë padyshim ka patur sukses. Pra deri diku është nga këto limited series që ti shikon këto 6 dhe pret për ndoshta vitin tjetër për çfarë tjetrin. Bota e Stranger Things, e Darkut e këtyre do. Post-apokaliptike, më pëlqen. Mirë, një tjetër limited series që mua ma kanë sugjeruar me qindra njerëz, po nuk e kisha parë, vetëm nga titullin. Quhet Why Women Kill. Ndonjëherë, ndoshta është kjo ignoranca ime, po këto filmat që janë shumë nga titujt, më kanë sugjeruar The Handmaid's Tale, që është një film nga ploti shumë i bukur, nga kurba e ngjarjeve shumë interesant, që flet për një botë post-apokaliptike ku gratë nuk kanë më të drejta dhe fertiliteti është zhdukur, ndaj përdoren një grup grash që janë ende fertile për të sjell trashëgimtarët e familjeve të pasura. Por ndonjëherë stepem kur janë këto ideologjitë ekstremisht feministe, sepse them sa dramatike. Patjetër që ti e mendon atë, po sikur ti je realitet, po më duket sikur më ushqen çik me atë urrëtien ndaj meshkujve dhe them vetes nuk është e nevojshme, të paktën në rastin e Handmaid's Tale. Por Why Women Kill doli tërësisht jashtë pritshmërive të mia, edhe do të ta them pse, është i ndarë në 3 timelines, janë 3 kohë të ndryshme në të njëjtën shtëpi. Flitet për vitet 60, vitet 80 dhe kohën e tashme. Në vitet 60 ndjek historinë e një gruaje e cila gjithë jeta e saj rrotullohet rreth të qenurit, kjo Anvisa perfekte dhe të gatuarit këtë darkën fantastike për burrin e saj që është ai siguruesi i familjes, derisa ajo zbulon se bashorti e tradhton dhe kemi këtë kthimin e Anvisës së bindur dhe të butë dhe të qetë në një grua hakmarrse. Në vitet 80 flet për një grua e cila është një socialite, pra nëse do ta quajmë një influencer e viteve 80, shumë glamoroze, veshur mirë, e cila është e martuar dhe ka një martesë në pamje të parë thuajse perfekte me bashortin e saj, derisa zbulon se ai është homoseksual dhe kishte vite që e tradhtonte. Sërish kemi tematikën e tradhtisë. Dhe në kohën e tashme flet për një vajzë të quajtur Taylor, që është një avokate feministe në një martesë të hapur me të dashurin e saj, i cili është një shkrimtar që nuk po ecën puna shumë mirë, dhe këta përfshin një të tretë në lidhjen e tyre dhe bëhen si një trio. Dhe këtu fillojnë xhelozit, se patjetër pasioni sjell xhelozin e të tjerë. Okej. Domosdoshmërisht ka një lidhje mes të treja gjërave. Të treja kanë vrarë në të njëjtën shtëpi. Ende s'kan mbërritur tek momenti i vrasjeve, ndoshta në vijim do t'ja u tregoj me detaje. Goxha interesant. Mirë, shkëputemi për pak, ndërkohë ne po shkojmë drejt fundit të programit, po tham goxha gjëra të mira sot edhe shumë kureshtje për të gjithë këto që tham. Si pa e kuptuar, kemi mbërritur në fund të At the Movies edhe për sot. Uroj shumë t'i shikoni sugjerimet tona
ishin edhe një herë Why Women Kill, Materialists që kanë mbushur rrjetin kudo. Dhe The Eternaut. Dhe nëse doni të kaloni një fundjavë të veçantë, qoftë me miqtë tuaj, që ndoshta janë fansat horrorit sepse çuditërisht Cineplex për momentin po shfaq shumë filma horror, ose me të vegjëlit një përmbesa, ose doni të shikoni filma shqip, Cineplex ofron një larmishmëri filmash për ju. Dhe deri fundjavën e ardhshme, urojmë që të kaloni sa më mirë, të rrini freskët edhe të shijoni filmat mirë. Bashkë do të dëgjohemi sërish të premten e ardhshme. Kalofshi bukur, mirë dëgjofshim.